Na trego pak për ecurinë e kanunit lektogaxhinit në gjuhën gjermane. A ke pas komente prej zviceranëve? A kanë reagu zviceranët? A kanë reagu miqtan? A kanë reagu institucione ku diun, shoqata, gjitha këtë me radhë për këtë përkthim? Edhe çfarë ka qenë opinioni tyre? Është kanuni, do të ka disa vite që e kemi përkthyer, është versioni i parë i kodifikuar dhe versioni më i miri që ekziston me drejtën autoriale prej franciskanëve të Shkodrës. Pritshmëritë janë tekalu, siç që thash edhe më herët, mirë po ajo që kam ka befasu më së shumti është interesimi i rinisë të cilët diplomojnë këtu në për shkollat mesme, gjimnaze dhe shqiptar dhe studentët të cilët i kanë drejtimet filologjike dhe historike kanë interesim shumë të madh dhe marrin si temë diplome kanunin e lektogaxhinit. Unë jam, mund të them, prej vitesh ai që jam i preferumi që t'jem një lloj mentori apo që t'i këshilloj dhe bashkarisht e përgatisim në të kuptimin temën e diplomës, diplomat dhe kështu që është një punë që ja ka vlejtë që e kemi kry. Kurse sa i përket gjermanofolsve, ta quaj kështu në përgjithësi të 3 shteteve që flasin gjuhën gjermane, edhe aty është mirëprit, edhe shka është më e rëndësishme ama është dorëzuar në bibliotekën gjermanofolse që është qendra në Leipzig. Aty mund të gjinet dhe është edhe si monument, edhe si libër dhe si vepër e jona e dorëzuar në gjuhën gjermane, versioni der kanon quhet, kanuni i lektogaxhinit. Kjo kështu që ky ligj i joni